Kuvendi i Shqipërisë u përfshi nga debatet mbi kërkesën e opozitës për të votuar rezolutën për genocidin në Kosovë. Socialistët akuzuan kryetarin e Partisë Demokratike, ish presidentin Sali Berisha, se ka mbështetur Miloševićin në këtë genocid. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar nga viti 1991 deri në vitin 2025 9 rezoluta e 11 deklarata sa i përket gjithçka ka ndodhur në Kosovë, asgjë që vjen nga Sali Berisha e kur lidhet me Kosovën nuk ka ardhur dhe nuk ka për të ardhur kur ndonjëherë për mirë. I pari vendit aso kohë me shumë veprime ju vu ndesh interesit Kosovës. A ishte shkelja e embargos OKB-s kundër furnizimit me naftë Miloševićit në dëm të Kosovës? Po apo jo? Si ka mundësi që në krye të kësaj shkelje të embargos ishte vetë shteti dhe vetë Partia Demokratike? Si ka mundësi që të gjithë dëshmitarët e atij takimit famshëm Berisha Milošević u përndoqën, u arrestuan dhe u vranë? Berisha reagoi ndaj akuzave të ngritura në adresë të tij nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke i kujtuar se udhëhesin e tij e ka argat Aleksandar Vučić. A mundet një shqiptar të shkelmoj mbi këtë gjak? Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është i argati Aleksandar Vučićit. Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është i shërbëtori Aleksandar Vučićit. Po dhe çfarë do etnie që ti përkisti banorët të Shqipërisë, shqiptar, grek, rumun, malazez, çfarë do që t'jeni? Ndaj genocidit duhet të qëndroni. Ky është genocid. Vrasja për shkaqe etnike e civilëve është genocid. Muaj me vitin e kaluar kam ngritur këtu genocidin serb të Pobregut, të Kukësit. Genocidin serb i Kukësit, a dini ju, është i shtamposur, i dokumentuar në traktatet themelore të genocidit në botë. Dhe çfarë thoshit ju? Një përfaqësues i juaj. Shkruan të aty gafe e Berishës. Ky kuvend jo vetëm duhet flasë për genocidin, por duhet shtoj në këtë rezolut për genocidin edhe lirimin e menjëhershëm të liderëve të UÇK-s, sepse janë pjesë e historisë që po përpiqet shtrembrohet pikërisht për t'i kthyer viktimat në kriminal dhe kriminalet në viktima. Sepse sot komandantët e UÇK-s mbahen të arrestuar. Mos bërtisni, pse bërtet e këpjesni? Sa fillojnë me komandantët i bërtet? Qa keti të shpon a i ty? Mos e shpon, mos e shpon. Lëre mos e po flas për komandantët. Pse e shpon? Po flas për Hashim Thaçin, o Sali, pse e shpon flamurin? Po flas për Hashimin, o Sali, lëre flamurin. Sa e shpon, sa flas për Hashimin, shpon flamurin. Sepse sa po erdhin pushtet, Edi Rama filloi takimet e fshehta me Vučićin dhe shpalosi një projekt të Miloševićit të viteve 90. Ndarja dhe ndryshimi i kufive të Kosovës. Edi Rama është i pari në historinë e Shqipërisë pas viteve 90 që vendosi sanksione kundër Kosovës dhe qeverisë saj në një akt të shëmtuar. Së treti, mori nga Beogradi statutin për komunat e veriut të Kosovës vetëm për të fajsuar Albin Kurtin. Së katërti, u përpoq me baton të tij që të rrëzonte qeverinë legjitime të Kosovës. Opozita i propozoi kuvendit miratimin e një rezolute për genocidin në Kosovë, ndërsa socialistët e shfrytzuan këtë kërkesë për ta akuzuar për qasje pro-serbisë.